tek çështja e amandamenteve, sepse është diskutuar në grup, pasi që nuk na ka ardhur asnjë kërkesë pe institucioneve të cilat janë i mbikëqyrë ky komision, deputetët munden me u drejtu me amandamente Komisionit për Buxhet në mënyrë direkte, vetëm se duhet mi protokollu, edhe pastaj ata trajtohen Komisionin për Buxhet, me qenë se s'kemi kërkesa, mundemi me u fut në votim të rend të pikës. Me qenë se është periudhë shkurt kohore që ne duhet me trajtu, sepse na për këtë kemi votuar në seanca plenare që të mos shkohet me procedurë të përshpejtuar, po të lehet afat edhe deputetëve për analizë të mirëfillt, ndoshta edhe digasterëve të cilët i përkasin këtij fushbekrimtarisë tonë që me çu në një kërkesë për shtim të buxhetit, me qenë se është afati tepër i shkurt dhe sot përfundon dorëzimi i amandamenteve në Komisionin për Buxhet dhe Financa, e kemi të pamundur me vepru. Shumë të pamundur e kemi me vepru, kështu që ne besim këtë pikë veç edhe e trajtojmë edhe në këtë komision, po edhe në komisione tjera, sa për të thënë që po e trajtojmë, për shkak se mundësitë kohore për me bëu diçka as në këtë komision, as në komisione tjera nuk e kemi. Duke pas parasysh që u ceken problematikat ose çështja e kohës së shkurtë dhe afateve të shkurta për procedimin qoftë të amandamenteve, qoftë të kërkesave, dhe tashmë e kemi të qartë se deputetët mund të dërgojnë amandamente personale vetëm sot deri në ora 18, ndërsa si komision kemi afat deri nesër në ora 12 me procedu me kërkesa. Megjithatë, ne nuk kemi marrë asnjë kërkesë qoftë nga institucionet e pavarura, qoftë nga ministritë përkatëse për shtim buxhetit. Prandaj edhe nuk jemi të obliguar që të marrim ndonjë vendim sot për rritje të buxhetit ose për buxhet shtesë. Dhe duke pas parasysh që ndoshta po afatet kohore për ne si deputet kanë qenë shumë të shkurta, unë mendoj që agjencionet ose institucionet e pavarura kanë pas mundësinë qysh ma herët që t'i dërgojnë kërkesat e tyre për nevojat e tyre, sepse ata i dinë ma sakt se na se për çka ka nevojë dhe a ka nevojë vërtet që të shtohet buxhet ose të kërkohet buxhet shtesë për ato institucione. Prandaj, përderisa ne sot nuk kemi asnjë kërkesë të adresuar si komision, nuk kemi asnjë obligim dhe asnjë përgjegjësi nëse aty në nesër ju mungon buxheti. Kështu që mund vjen keq, sepse kemi dëgju lajme të ndryshme, kemi dëgju kërkesa ndryshme periferike, po jo institucionalisht nuk na është drejtuar asnjë kërkesë dhe kjo është kogja shqetësuese, me thonë të drejtën, sepse un kam prit që sot të kemi material për të shqyrtu, do të kemi kërkesa nga institucionet dhe unë besoj fort se fryma e këtij komisioni ekziston edhe fryma e bashkëpunimit dhe kishim mujt që të paktën si komision t'i adresojmë në mënyrë unanime ato kërkesa dhe ndoshta do të kishim marrë mbështetjen edhe në kuvend. Kështu që përderisa na nuk kemi ndonjë kërkesë, unë mendoj që nuk obligohemi që të bëjmë kërkesa shtesa. Faleminderit shumë Gane, po pikërisht kjo qëndron sepse edhe zyrtarisht nuk kemi asnjë kërkesë nga institucionet e pavarura të cilat ne i mbikëqyrim. Me këtë rast vlerësoj që patjetër duhet që të kemi amandamente dhe i lus këto organe që nëse kanë nevoja konkrete të na i dorëzojnë sot këto kërkesa. E kam fjalën për RTK-n, e kam fjalën për KPM-n, e kam fjalën për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës, sepse e dim që secila nga këto institucione ka nevojë të veçantë, sepse i kemi ndëgjuar edhe publikisht, i kemi ndëgjuar edhe adet nga kolegët tonë në Kuvendin e Kosovës, për të qenë korrekt, i lus udhëhecit e këtyre institucioneve që të na i dërgojnë më shkrim sot deri në orën 16, me që ne kemi të drejtë deri nesër në orën 12 të i dorëzojmë në Komisionin për Buxhet. Këtë them për të vetmen arsye që është duke u trajtuar me urgjencë, pa pasur ndonjë obligim ligjor, mirë po vetëm nga bashkëpunimi dhe mirësjellja që këto institucionet e kenë një mundësi shtesë që të i paraqesin nevojat e tyre buxhetore në këtë komision. Për ndryshe, po Alban Rëdhna. Për ndryshe, besoj që në rishqirtimin buxhetor që këna me bon si kuvend, këna me mujt me adresu këto probleme, unë besoj që për shkak të kohës shkurt edhe për shkak të amullis që ka qenë se kur do të certifikohen zgjedhjet, me gjas ka pas edhe vështirësi me pas
kërkesa, por unë besoj që si komision kena me mujtë mi trajtu këtë çështje edhe në rishqyrtimin buxhetor që kena me bo, ajo do të ndodhë në muajt e ardhshëm, jo shumë larg, edhe në këtë rast kena me mujtë edhe në planin ton të punës, me i fut takimet me këto institucione cilat ndoshta kanë me mujtë me na i dërzu direkt edhe kërkesat që kanë në raport me implikimet buxhetore, po besoj që kjo frym e mundëson edhe një farë funksionimi ma të lehtë edhe të komisionit, për shkak se gjithë jemi që funksionimi i këtyne agjencioneve edhe institucioneve me qenë sa ma efikas, kështu që po shpresoj që në rishqyrtim të kemi kërkesa direkte nga ta. Faleminderit shumë, vetëm edhe një shtesë kam. E mirë kuptoj shumë mirë dhe unë pëlqen shumë gatishmëria juaj si kryetare që më ofruan edhe një mundësi këtyre institucioneve për adresu kërkesa. Mirë po, fatkeqësisht institucionet e kanë humbur rastin që ne të adresojmë kërkesa si komision, sepse nuk kemi më afat me u mbledh ne, sepse kemi vetëm edhe pak orë deri në përmbylljet e afateve ligjore. Dhe si komision na e kemi të pamundur që të mblidhim edhe një herë dhe të trajtojmë ose shqyrtojmë kërkesat e tyre. Prandaj, duke ju bashkangjit vullnetit tuaj të mirë, unë vetëm po du me plotësu që institucionet që kanë kërkesa për buxhet shtesë ose për ndryshim të linja buxhetore, duhet tashmë që drejtohen vetëm deputetëve në mënyrë individuale, po jo si komision, sepse nuk kemi kohë më që të mblidhem edhe një herë se afati i fundit është nesër në ora 12. Prandaj edhe është thirrë kjo mbledhje nga ana juaj me plot të drejtë që t'jemi në afat ligjor për adresimin e këtyre kërkesa. Nëse nuk është i paraqitur dikush tjetër për fjalë, në bazë të 181, paragrafi 3 të rregullorës së Kuvendit të Kosovës, komisioni njofton Komisionin funksional për buxhet, punë, transfere, se nuk ka rekomandime as amandamente në projekt ligj mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Atëherë me 7 vota për, me 2 kundër dhe 1 abstenim e përcjellim këtë vendim në Komisionin Funksional të përhershëm në fakt.